Qysh e ka pas që gjetën? Ndor Hamza i mshon hunve Ebu Gjehlit. Thot hajde më shumë muqtash. Kthema muqtash. Unë jam fejnë e Muhamedit, hajde a ki diçka me mua? E sheh pejgamberin alayhi salatu wasallam në gjendje shumë të rëndë emocionale. Shumë të rëndë. Edhe vetë çka ki, këtu tash i rrezet ajo afërsia e gjakut. Dhe çka ki, si tregon, mirë po e merr vesh që Ebu Gjehli e ka shoh çaçaran, disa transmetime thuhet që dhe e ka godit, e ka mshuar shuplak pejgamberit alayhi salatu wasallam. Po jam më e pakta është që i ka vol çaçaran sa që e ka lodhur emocionalisht pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe gjuhët nesrit të mëngjes, Hamza radiallahu anhu, sheko shigjetën ndër, edhe ato shtaugat për mras, shkon te qabja, Ebu Gjehli dhe të tjerët, thot çka i ke bë djalit tem, se kur ka ndosh arabt me tregu dhe mshuri për dikan, edhe me tregu që don më ndihmuj, kanë thonë djali jam. Edhe nëse u kon pak i lartë, çka i ke bë djalit tem, thot sepse ai po fol pa kontroll. E di çka na ka bëj. Ai vazhdimisht po na i shon zotat. Ato e kumbo kështu. Halo pa e përfundu fjalën, çysh e ka pas që gjetën. Ndor Hamza i mshon hunve Ebu Gjehlit. Thot hajde më shumë muqtash. Kthema muqtash. Unë jam fejnë e Muhamedit, hajde a ki diçka me mua? Stepën krejt. Met Hamza, fejnë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A Hamza për vetë thot s'dia s'ka kum thon. Mi po prej natit kum ka kaplu i nati, unë që unë jam si ai, hajde a ki nejsen me mua? Edhe kanë hesht krejt, edhe Ebu Gjehli edhe krejt tjerët kanë hesht. Shkon te shtëpia. Çka kum thon thot më? Tu me lan fejnë e baballarëve me dal me një fej, trive, fej e re, fej e djemve tri, as një plak, as një më shumë nuk është aty, krejt kërert janë anena, krejt baballarët e të unë në konë që të fej, edhe tu mendu, do në me dalë të nesër me thonë, qëre këta e këmë thonë pejnatit, po unë e prap jam në fejnë e Abdul Mutalibit gjyshte. I po donë Allahu i lartësum, takohet me pejgamberin alayhi salatu wasallam, i flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thotë qëre prej sodit, ti del fal çka dush, shka ku dush, me kanë fal, çka dush fal, unë jam mas ti.